duke mesuar në mbar Juden, që për Galiles, ku ja filloi e deri këtu. Në këtë fjalë Pilati e pyeti a mos është ky njeri i Galileas, kur e mori vesh se është nën pushtetin e Herodit, e dërgoi te Herodi që ndër ato ditë gjendej edhe ai në Jeruzalem. Herodi u gëzua fort kur e pa Jezusin. Ka herë kishte pasur dëshirë ta shihte sepse kishte dëgjuar shumë për të dhe shpresonte se do të shihte ndonjë mrekulli të tij. I bëri shumë pyetje, por si Jezusi su përgjigj fare. Ata ishin edhe krerët e priftërinjve dhe skribët të cilët e paditnin me këmbgulje. Herodi bashkë me ushtarët e vet e përbuzi Jezusin dhe e vuri në lojë. E veshi me petkat e bardhë dhe ja ktheu Pilatit. Po atë ditë Herodi e Pilati u bën miq, me parë ishin armiq. Pilati grishi në mbledhje krerët e priftërinjve, antarët e Këshillit të Lartë dhe u tha: Këtë njeri e sollet para meje duke e paditur se po nxit në kryngritje, dhe ja, unë e pyeta para jush e nuk i gjeta kur farfaji, për të cilin ju e paditni. Por as Herodi, pasi e ktheu prap tek ne. Ja pra, ai s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Prandaj do ta nënshkoj e pastaj do ta lëshoj. Por ata zunë të bërtisin një zërit. Këtë vrajeni e na lironi Baraben. Baraba ishte i burgosur për shkak të një kryengritje e përvrasje. Pilati foli prap: "Përse dëshironi ta lirojmë Jezusin, por ata bërtitnin? Kryqëzoje, kryqëzoje." Ai u tha të tretën herë: Po ç'të ke që ka bërë? Unë nuk gjeta në të faj që meriton vdekjen. Do ta ndeshkoj, pra edhe do ta lëshoj. Por se ata me britma të mëdha me këmbgulje kërkonin ta kryqëzojnë, britmat e tyre beheshin për herë e më të mëdha. Atëherë Pilati vendosi të bëhej ashtu si kërkonin ata. U lëshoi atë që u burgos për kryengritje e vrasje, atë që kërkuan, kurse Jezusin u dorëzoi vullnetin e tyre. Ndërsa po e çonin për ta kryqëzuar, kapen një far Simoni prej Cirene që po kthente nga fusha, ia vonë në krah kryqin që ta mbante pas Jezusit. Pastaj shkonte një shumicë e madhe njerëzve e disa gra që e qanin dhe e vajtonin. Jezusi u kthye ka ato dhe u tha: Bija të Jeruzalemit, mos me qani mua, por qani vetën e fëmijët tuaj, sepse ja po vjen koha kur do të thuhet lum beronjat, lum ato që s'lindën kur, e që nuk patën kujt i japin gjë. Atëherë do të fillojnë të thonë maneve, vini mbi ne e kodrave na mboloni, sepse nëse veprohet kështu me druntë të njohur, çka do të ndodhë me të thatin. Sollën edhe dy të tjerë keqbërës për t'i vrarë bashkë me ta. U arritën në vendin që quhet Kaft, atyre ata e kryqëzuan atë dhe keqbërësit, njërin në të djathtë e tjetrin në të majtë. E Jezusi lutej falë o as nuk din ç'bëjnë. E për t'i ndarë petkat e tij hodhen short. Populli rrinte aty e kundronte. Antarët e Këshillit të Lartë e përqeshnin duke thënë: Të tjeret i shpetoj, le ta shpetoj vetveten, nëse është Mesia i hyjt, i zgjedhuri. Edhe ushtarët e vinin në lojë, ju afruan për t'i dhënë ufull dhe i thanë: Nëse je ti mbret i Judeve, shpeto vetveten. Mbi të ishte edhe mbishkrimi: Ky është mbreti i Judenjve. Njërin nga kriminalet e kryqëzuar e fyente: Po a nuk je ti Mesia? Shpeto veten edhe ne. Por ai tjetri e qortoi shokun: As ti nuk e druan hyn që po vuan në të njëjtin dënim si ai. Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona. Por ky s'bëri asnjë të keqe. Dhe tha: Të bjerë ndërmend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbërtrinë tënde. E Jezusi i tha: Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Ishte rreth orës 6 e terri e mbështolli mbar tokën deri në orën 9. Dielli u zon e kultrina e tempullit u nda përmes. Atëherë Jezusi bërtiti me zë të lartë e tha: O atë në duart e tua po dorëzoj shpirtin tim. Si tha këto, dha shpirt. Bim në gjoj. Centroni kur pa që ndodhi zuri
të lëvdoi hyun dhe tha: Ky njeri ishte me të vërtet i drejtë. Po edhe të gjithë njerëzit që u grumbulluan për të parë ngjarjen, kur panë se që ndodhi, u kthyen duke rrahur krahërorin. Të gjithë miqtë e tij rrinin larg, po ashtu edhe gratë që e kishin përcjell prej Galiles dhe po vërenin. Atëherë erdhi një njeri që quhej Jozef, ky ishte antari i këshillit dhe burri i mirë dhe i drejtë. Ky nuk miratoi vendimin as veprimet e tyre. Ishte prej Arimateje, qyteti Judes, dhe priste mbretërinë e hyjut. Shkoi te Pilati dhe ja lypi trupin e Jezusit. Pasi e uli prej kryqit, e mbështollën në pëlhur, e vuri në varr të gdhendur në gur, kur edhe askush s'kishte varrosur. Ishte ditë e përgatitjes, e po afrohej e shtona, e përsollën edhe gratë që erdhen me Jezusin prej Galiles. E pan varrin dhe si u vu trupi i Jezusit. Pastaj u kthyen dhe përgatitën erërat e mira dhe vajra të erëndshëm. Qoftë dy Zë Krishti. U desh me nejtë në kam tërsa u lecun mundimet, jeta ta shullnu. Ullën tash, ullën. Vëllezër e motra, duke dëgjuar mundime që Krishti pësoj për ne, atëre nuk mund të mbesim indiferent për dashuria është madhe që Zoti ynë Jezu Krishti e dëfton për ne dhe dëshmon për ne. Thuhet se në Rom, në një rrugë Via Appia, është i kapel që quhet Quo Vadis. Ka qenë një film që është gjiruar pikërisht në sajtin e historie. Sipas kësaj historie, Jezu Krishti i dëftohet Pjetrit, kur ky dëshiron të ekte nga qyteti, sepse ishin përsekutimet e të krishterëve të parë. Ndërsa Pjetri ikte nga qyteti, e takoi Jezusin duke hyrë në qytet dhe e pyeti: Quo vadis Domine? Ku po shkon Zotri? E Jezusi i përgjegj: po shkoj të vdes për ty. Edhe ne mund të bëjmë njëjtën pyetje Zotris: ku po shkon Zotri? Duke filluar javën e madhe, vëllezër e motra, Jezusi i numëron ditët e veta për kalimin e tij nga kjo botë. Dëshmon kjo javë pra se Krishti po shkon në kryq. Por ai nuk vdes vetëm në Jeruzalem apo në Rom, sikur se atëherë. Mistikisht, sot Jezusi vdes në shumë skaje të botës. Vdes në fytyrën e shumë njerëzve. E dim pra, kur Jezusi thot, në rënd parë, hyji i krijues e ka krijuar njeriu në përgjithësimin e vet. E Jezusi thot që isha i uritur e me dhatë e ha, isha i jetshëm e me dhatë e pi, isha shtektare me përbojtit, në burg e erdhe të me shihni. Dhe kur e pyesin kur Zotri, të pam në burg, kur të dham të hash e të pish. Jezusi përgjegj: çka do që i keni bërë dikujt, ma keni bërë mu. Prandaj, vëllezër e motra, ne duke
medituar mbi mundime që Krishti i pëson për ne, atëre jemi të ftuar që t'i përgjigjemi me dashuri Zotit. Në rënd të parë për t'a dashur Zotin, për të nderuar Zotin. Në rënd të dytë për t'a dëgjuar fjalën e Tij e për të jetuar sipas mësimeve të Tija. Prandaj edhe sot, siç e ka më herët, Krishti vdes. Edhe në Palestinë, edhe në Ukrainë, edhe në Siri, edhe në Afrikë, edhe në Indi, atje pra ku torturohet njeriu, atje ku ka vrasje dhe ka gjëra që vërtet janë të tepruara. Çdo e keqe që bat në ne, çdo mëkat, është një gosht që ne ja japim Jezusit. Është një frushkull që ne e frushkullojmë trupin e Tij. Sepse ne vllazën e motra që jemi pagzuar, ne jemi bërë bijtë dhe bija të hyjut, ne jemi vllazën e motra. Dhe ne duhet të jetojmë si vëllezër e motra, që të kemi më shumë dashuri, më tepër tolerancë dhe të mund të jemi më tepër afër njëri tjetrit për të ndihmuar dhe për t'ia mundsuar që çdo kush në mundësitë tona ta ketë një jetë e dej, një jetë e lirë, një jetë e mirë. Kur hyjmë në javën e madhe e vëllezër e motra, e shohim shumë persona. Du ta pyesim vetveten, a mos jemi ndoshta ndonjëherë Kajfa që i lajm durt para të vërtetës? A mos jemi Herodi që dëshirojmë me rujt pushtetin tonë? A mos jemi ata që e torturojmë Krishtin me veprat tona të këqija? Apo mund të jemi sikurse Veronika që ja fshin fytyrën e Jezusit? Mund të jemi si Simoni që i ndihmon Jezusit me bajt kryqin? Mund të jemi si Gjoni që ulemi pranë këmbëve të Jezusit dhe meditojmë për vdekjen e Tij? Por mund të jemi edhe si Pietri që ndoshta edhe pse e mohon Krishtin, kur e shikon Krishti, ai i drejton syt kaj dhe ja plas zvajit, e i vjen keq që e mohoj Krishtin e i bin fjalë të men që Krishti ja thot se ke me hue. E nuk është sikur se Juda i cili e tradhton Krishtin dhe varret në lak, sepse Krishti dëshiron krahas mëkateve, krahas gabimeve, krahas lëshimeve tona, dëshiron që të jep mëshirën, të jep faljen. Dëshiron të thotë që Krishti të don. A është në gjendje me vdek për ty që ti me jetue. Prandaj, vllazën e motra na duhet pak më shumë përvojtni e më shumë dashuri, më shumë besim në Zotin, më shumë urat, lutje dhe më tepër të jemi njerëz që marrin pjesë në jetën sakramentale, që të mundemi vërtet të jetojmë si bija të Zotit. Qoftë kjo javë e madhe edhe një mundësi e mirë për neve vllazën e motra, që të përgatitemi sa më mirë për të festuar me zemër të pasre të bardhë festën e Pashkëve, qoftë të Jezu Krishti. Tashti kemi një pak zem, eftoj Sarandën që të vinë nalt me dafër me të vetë dhe të përcjellim me vëmendje, duke pakzuar Saranda, edhe ne e kujtojmë pakzimin tonë që dikur e kemi marrë si fëmijë. Për të dashur me Krishtin, pas një përgatitje që kemi bërë,
fjalët e tu të realizosh dëshirën tënde, duke pranuar ballësimin dhe duke u bërë anëtare e re të Kigjës Katolike. Me falënderim të madhe Zotit atë dinë të Shpirtit Shenjtë të përshëndes dhe të përgëzoj për vendimin tënd të lirë dhe me gëzim pranoj Regjimin e Kishës. Se bashkë me ju Zot e Zot edhe mbarë Kisha Katolike. Besojnë edhe gjitha besimtarët e shumë që janë këtu, e bashkë është në ndërë dhe për të marrë në limën që i gjithë dhe gëzohën bashkë me ty. E naturisht të tërë. Prandaj të shkërëj kërësiarë. E vendishme se po fillon një jetë e re me Krishtin për tësë. Qka kërkon për të të ju? A ke vendos me undet e mirë që të pagëzohesh? Po. E ke bërë përgatitjen e duhur. Cilën nama e më dëne me pasë në pagëzim? Saranda Teresa. Ju kërkoni që të pagëzorin e Kish, a dini se pagëzimi ju obligon në besueshmëri dhe dashurinë e Zotit, Kishës dhe të afërmit, ashtu si ne ka mësuar Krishti. Rikura kumarin e djashëm i ndihmues Sarandës Teresës dhe detyrën që e merren dhe përgjegjësinë që merren. Saranda Teresa, parësia kishtar, po të pranon me gëzim të madh në emër të saj, mund të shërojë me shenjën e kryqit pas ne e prindrit vërtet kumar, do të shëllojmë në jetë shenjën e Krishtit. Ashtë i bajmë në kutit e besimtarëve, Krist. Ja paraqesim lutje tona Zotit, për ne këtë praneshëm mirë të veçantë, për Sarandën që sot pagëzohet, dhe për të gjithë ata që janë pagëzuar dhe pagëzuar në vijin, që Kisha e rinjtur me anëtar të rinj të shtohet e të jetojë në paqe, në dashuri dhe në këtë mënyrë të dëshmohet prania e Zotit në jetën e përditshme. Po me të gjithë së bashku, dëgjojo sot lutjen tonë. Ti, o Krisht, shkove në Jeruzalem që të pësosh mundimet të rënda e të hysh në lavdi, na ndihmo të kuptojmë dashurinë që ke për ne. Të lutemi. Ti kryqin e bërë drurin e jetës, jepi frytet e ti të gjithë atyre që kanë nevojë për ty. Të lutemi. Njerëzve në vuajtje dhe kryqe, ndihmoju që të mbartin kryqet e jetës me duresë dhe dashuri. Të lutemi. Shëlbus i botës, ti erdhe të ftosh mëkatarët. Për ta u flijove në kryq, na ktheh ka vetja që të përjetojmë mëshirën dhe dashurinë tënde. Të lutemi. Ti parasesim të gjitha ata që kanë kaluar nga kjo jetë, bëj që të gëzojnë në ty, në mbretërinë e Atit. Të lutemi. Këtë lutje e gjitha lutje që jenë në zemrat tona, pranoj o Zot për dashuri që ke ndaj nesh që jeton në mbretëra në shekuj të shekujve. O hyjë që pushteshëm dhe jam shuar të dërgojë në tënë me punë që të ishte përfnesh, pushtetin e djallit shpirtit të sekeshës dhe njeriu ta kalonte me arsila në mbretërinë e mrekullueshme të dritës sate, po të lutemi me përvojë të shtiroje të motrët tonë nga njëra
mëkatet e rrjedhshëm bëhen templull të Madhrisate, që Shpirti i Shenjtë mbunet e banesën e vet në për Krishtin Zotin tonë. Të dalë Zotë që jep një shqepus me shenjtë që po të vijë me vajtë të shpëtimit në jetën e Zotit tonë, që jetën e mbretërat në shekuj të shekujve. Amen. Jedin Saranda Teresa, se hyjë ku dhe njëma të japë atyre që besojnë në anës të misterit të ujë, begatisht jetën e vetë. I drejtojmë për dhe mendimet tona të kaj me gjithë zemër dhe t'i lutemi që për këti bolimit e pagëzimit të zbrazë për këtë zhjellë në livin e vetë. Të dashur vëllezër e motra, të dashur të marrën likull me anë e sakramentit të pagëzimit, të në të marrë me sa të shmisionërejtë dhe e për ju të Shpirtit Shenjtë. E detyrë e juaj të mundoheni që kjo jetë në vetë ruajt për njëllat e empatit dhe të shkojë të përshkruan edhe dita ditës. Nëse prapë me suar nga feja ju e një të gachëm të mërë me këtë e tyrë, bini mojtë me kanët dhe shkojnë e fejtë ruajnë e zëprishën që është feja kishës në të sënën parë sotë Saranda Teresa. Ta që do të bim mojtë gjallit nga shtimeve dhe do të bim mojtë autorit të shkakarit të mkatit dhe do të shkojnë besimin tonë në atin mirën dhe Shpirtin Shenjtë. A i bini mojtë me kanët që të rëtëtën në ndivinë vive të ju. A i bini mojtë nga shime se keshën që të mos i bezëprojnë e kati. A i bini mojtë gjallit atore dhe shkakarit e mkati. A besojnë me hyrë natën e gjithë poshteshin Kirusin e qivet të tokës. A besojnë me Zotrishin të lindur e bime ti Zotin tonë që riti për Marijë Zvillë që vdëgjë dhe varosën gjatë së vdej për rëmën të djatën e atit. A besojnë me Shpirtin Shenjtë, Krishtin Shenjtë e Katolike, shoqërinë me Shenjtë për farën e mëkateve në gjallën e korpit dhe jetën e pasosur. Kjo është feja ju, kjo është feja kishës e vlerë për ne të shkojmë në Zotrishin Zotin tonë. Amen. A dëshiron të marrë pagëzimin e fejnë e kishës, të cilën tani të gjithë së bashku të shumë. Saranda, kure po të pagëzojmë në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Saranda e bërë Teresa Rejtë dhe i rëshë me Krishtin kypet i barë të qofshën një vëllëris, i ndimuar me besimin e Shenjtë i kishës dhe qofshë e pa përpyër dhe jetën e pas postur. Amen. Dhe duke qëndruar me fejt bashkë të gjithë Shenjtë në banesën qellore të muktar para Zotit që po vjen. Për të nderuar, t'i lutemi hyrë të gjithë poshteshën, vëllezër e motra, t'i lutemi hyrë të gjithë poshteshën për këtë bi, ai i cili në dashurinë e vet ka rininur në jetën e pasosur përmjet pagëzimit dhe e ka thirrë të bëhet pjesëtar e familjes së tij. Ja dash tani Shpirtin Shenjtë që të përforcojë me begatinë e dhuratave të tij, me hyrjen plotësore e bërë plotësisht të ngjashme me Krishtin një të vetë në mirën e vet.
Pyetja përshtatshëm atit Zotit të Jezu Krishtit, ti që i ke lindur këtë bij me ujë dhe me shpirt shenjtë, duke liruar nga mëkatet, ndikojnë në të shpirtin tënd të shenjtë, ngushëllues shpirtin e urtësisë, të kuptimit, shpirtin e këshillës, të forcës, shpirtin e dijes e të përshpirtnisë. E bushe me shpirtin e frikës sate të shenjtë dhe për Krishtin Zotin tonë. Amen. Saranda Teresa, pranoj ulën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Amen. Paqja me ty dhe në shpirtin. Hajde ma shpejt, hajde ma shpejt. Hajde ma shpejt. Ma shpejt unë i marë. Oh,
Lutemi që kjo fije jona të dale përqyshme para hyut atit e gjithë pushtetshëm. Në sajet e mundime të njetë vetëmit birit tëndë, në artë në ndim o Zot paqja jote, të cilën edhe pse nuk e meritoj me vepra tona na fitoft, prej me shiresate ndërmjetësia kësaj fije të veçantë, në për Krishtin e Zotin ton. Zoti qoft me ju. Ti lartësojmë zemra. Të falënderojmë Zotin hyjin ton. Për një mendësht më në denjë dhe e drejtë është të rajon dhe borim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund. Ty o Zot ati shejt hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ne për Krishtin Zotin ton. A i pa fajshëm pranoj të vuan të përfajtoret dhe të dënoj padrejtisht për këgjë përsit. Vdekja ti ishte faje tona, dhe ngjallja ti na fitoj shfaqësimi. Prandaj edhe ne po të lëvdojmë bashkë me të gjithë engjëjt, duke broritur me kremtim të hareshëm. Me të vërtet je shenjt, o Zot, burimi çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi, shejtëroj këtë dhuratë mirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoi, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryetar ka mori edhe kelkun përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besidës së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojnë në një trup të vetëm të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të të bjene me ndo, Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën ton Franceskun, me peshmi ton Felix e Dodën dhe me gjithë klerin tëndë. Dalimi pak në heshtje të kujtojmë të lutemi për të gjithë besimtarët tanë të vdekur. Le të të bjene mendë dhe për vlezërit ta në motra tona, të cilët po shuar me shpresë të ngjalljes edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoje dhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi i ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Hylinse, me Shenj Jozefin fatën e saj, me shenjtrit apostoj, me të gjithë shenjtrit, me shenjtën nanën tonë Tereze, me të lumtrit martirët tanë, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë, ne për Jesu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o ak hyj gjithë poshtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qosh dënderi me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Tash edhe me dy bija të kishës që sot janë pagëzue, bashkërisë vëllezër e motra, falenderojmë Zotin dhe lutemi të gjithë së bashku si na ka mësuar Krishti. Ati ynë. O Baba dhe sa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, sot me fajet tona, si i falim ne i fajtore ta, e mos në le të pim në të tem, por në liron nga i keqi. Në liron, po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave dhe për mirësin tënde në e paqen e ditët tona, e në sajet e mëshirësate do të lirohemi për gjithmonë prej mekatit, e do të jemi të sigur për gjithë turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhin e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, po i lë paqen, po i jap paqen time, mos i shiko mëkatet tona, për fenë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim ti që të në mbretërar në shekujt e shekujve. Paqja Zotit qoftë për herë me ju. Ti japim njëri tjetrit shenjën e paqes.
Ja qenjë hyut jaj që shtin në katët e botës, nëm ata që në të thirur për gostin e qenjë. O Zëtë, nuk jam i denjë që të marrë pjesë e kryesën tënde, për thëje një fjalë të vetme dhe shpirti im dhe të shërohet. Ata që jenë pagzuar dhe që kanë drejt kongim, mund të vini pra ta merrni Krishtin në zemër.
Tash derisa të kryet kungimi, jap fjalën Sarandës, Terezës, që dëshiron mi thonë 2 fjalë. Ta përcjellojmë momentin. Do të kem emocione, shpresoj që do të mundem me lexu pa qajt, e mos më ju bë dhe juve me qajt. I nderuar Don Marian, të nderuar të pranishëm e dashur familja ime. Me përullësi dhe me një zemër plot mirënjohje qëndroj sot para jush për të dëshmuar rrugtimin tim shpirtëror dhe për të pranuar me gjithë qenjën time pagëzimin e shejt. Kam zgjedhur të bëj këtë hap të shejt pikërisht këtu në kishën e Shën Palit dhe Shën Pjetrit, 2 pishtarë të mëdhenj të dritës hynore, që me besnikëri, sakrifisë dhe dashurit të pakufishme e përçuan mesazhin e Krishtit në mbar botën. Pranë misionit katolik shqiptar që mban emrin e shejtores son Shënon Tereza në qytetin e Araut. Dëshira ime është e thellë dhe e qëllimshme, sepse kam ardhur të dorëzohem plotësisht në dashurinë e Krishtit dhe në hirin e tij të pakurrëzuar. Zgjodha të pagëzohem sot në ditën e luleve, ditën kur Jezu Krishti u prit si mbret në Jeruzalem, me shpresë që edhe jeta ime, e ngarkuar me sfida dhe dhimbje, të shndrohet në një udhë të mbushur me lule dhe hirin hynor. Ashtu siç në një vegim të rrallë gjatë komës sime Nën Tereza më dha ujë me duart e saj të shejt, po ashtu shpresoj që dora e bekuar e Don Marianit që diku shërbeu në Letnis të më sjellë sot mbi kokë hirin e Zojës e bekuar. Unë jam një shpirt që kam ardhur nga rësira drejt dritës, nga dhimbja drejt dashurisë së Krishtit. Kam kaluar në përvujtje të mëdha si tetraplegjik e ndar nga çdo ndjenjë fizike, por gjatë atyre momente të errta Zoti më dha një dritë. Përmes një përjetimi të thellë shpirtëror në botën e përtejme, ku trupi më kishte vdekur, dëgjova kambanat e jetës. Ai më ktheu përsëri, por në një dimension të ri, në një jetë të rilindur në shpirt. Fuqia e besimit më bajti gjallë. Unë isha si qengji i humbur në mal, por gjeta bariun e mirë që më mori për dore. Sot kur i kthehem në këto kujtime, emocionet më pushtojnë dhe lotët më rrjedhin vetvetiu. Sot nuk e kam vetëm trupin tim, kam flatrat shpirtërore për të përqafuar Zotin. Dikur e ndjeva veten si një urë e thyer. Sot e ndjej veten të rindërtuar, të plotësuar dhe të bekuar. Sa i përket aktit të pagëzimit, dua të theksoj se çdo shqiptar që është pagëzuar deri më sot dhe ata që do të pagëzohen në të ardhmen nuk bën një konvertim fetar, por shprehin respektin dhe përkushtimin ndaj vlerave të identitetit tyre arbror dhe kombëtar. Pagëzimi për ne është një lidhje më e thellë me rrënjët tona shpirtërore dhe një nderim për trashëgimtarët tonë të lashtë. Faleminderit nga zemra për respektin dhe hapësirën që më dhat për të ndarë këtë dëshmi të mbar që mbat me vete dhembje, shpresë, shpirt dhe mrekulli. Kam pyetur shpesh veten, a e takova unë Zotin apo ai më gjeti mua? Ai erdhi kur rrugët e mia ishin të errta dhe më tha ec, më mori për dorën e tij. Përmes Gjergj Prenkoçaj dhe Arbërgashit, sot jam mes jush e përgatitur për të rilindur në besim. Më pyetën çfarë do thotë të jesh e përzgjedhur nga Perëndia. Është një bekim i papërshkrueshëm. Është një thirrje hynore për të qenë dritë në errësirë, forcë, dobësi dhe dashuri për një botë që shpesh harron të dojë. Të jesh e përgjedhur nuk do të thotë të jesh e përsosur, por të kesh zemër të gatshme për të dashur pa kushte, për të falur dhe për të shërbyer me prullësi. Edhe kur pasqyra e shpirtit është e thyer cop-cop, edhe kur nuk dim cilën fije shpresë ta kapim, Zoti mund të bën të pamundurën të mundur. E përgjedhur nga Perëndia është një zë që frymëzon, një zemër që mbështet dhe një dritë që shëndrit në çdo hap të jetës. Ndoshta disa nga ju nuk mund të kuptojnë ose besojnë këtë përjetimin tim. Unë nuk jam këtu për t'ju bindur askënd, po për të dëshmuar përjetimin dhe ringjalljen time. Në një përjetim tjetër të thellë ndodhur gjatë pushimeve me familjen time në Dubai në mesnatën e 2 janarit 2025, mu shfaq zonja e bekuar. Me një zë të butë u prezantua. Për qafimi i saj më dha një ngrohtësi hynor, përktheli ballin tim e më pas ballin e bashortit tim. Nuk ndaloj këtu. Ajo vazhdoi rrugën e saj të bekimit, të njëjtin veprim bëri edhe drejt Vjollca dhe pas Qetës, ku shtëpia e tyre mori një ndriçim hynor. Atë natë kuptova se kumbarët e mi nuk i zgjodha unë,
por i zgjodhi vetë Perëndia. Tani ndjehem si një kala e fortë, Jezu Krishti është shkëmbi im mbrojtës. Ai nuk do të lejoj që stuhi të më thyen më. Jam e gatshme të vazhdoj misionin që më besoi babi im në Amshim dhe Shënën Tereza. Zoti është rruga e vërteta dhe jeta. Unë jam e rikonfirmuar në këtë rrugë dhe nga sot në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, e rilindur në besim dhe dashuri për jetë. Me gjithë dashuri dhe përkushtim e juja Saranda Tereza. Me qëllim e kam shkurtu e pak predikimin, me adhanë në rastin Sarandës, më në prediku e sot në ditën e parë si katolike, dhe kjo është një dëshmi e bukur që në ka bën Saranda Tereza, dhe me këtë rast, pra, sikur se Sarandës Terezës dhe qefserës e anës, që pak zuma heret, ju uroj këtë ditë kashtë madhe, uroj që Shpirti Shenjtë i ruaj, dhe t'jene dëshmitaret mira të Krishtit. E besoj se për një muj ditë kemi me pas edhe 8 pagëzime këtu, të dy vllazëve që bashkarisht me fëmijët e tyre me gra do të pagëzohen, dhe kështu që vazhdon pra kjo jetë që njerëzit vërtet ta kuptojnë realitetin se ku duhet jemi dhe çfarë duhet jemi. E këto dëshiroj të përshëndes edhe gjithë ju që keni ardhur, sidomos për kantonet e tjera, ardhur bërgashën të pranishëm, i cili e bën edhe leximin e dytë, familjen e Darius, familjen e qefserës janë të pranishme, dhe gjithë juve uroj që Zoti vërtet të ruan, të bekon dhe përshëmot kjo fest e madhe e Dila e Larit, sa djava është festa pashve, por lajme do të jap pas pak. Këtu të është Saranda dhe qefsera ona është një përshëndetje që i bën i peshëve i Bazelit Felix Gmyr, që i dëshiron mirëseardhje në fenë katolike, dhe do të lexoni vetë se çfarë shkruan ai, që është i gëzueshëm për këtë hap që e keni marrë, dhe ju uron dhe dëshiron bekimin e Zotit. Pashtu Bibla dhe një rozare që e përmendin disa herë e bekume, që Nëna Tereze pikrisht ka qenë e frymzuar me letnicën dhe me truporin e Zojës e bekuar, e ajo të përcjell pra një jetë të rujt e ndihmos. Uli pak. Që për sot është e Dila e Larit, kur Jezu Krishti kremtërisht hyn në Jeruzalem, e pas 5 ditëve do të pësoj mundimet dhe vdekjen. Do të hymë një javën e madhe që i ka disa momente shumë të rëndësishme.
Në rënd partë, nesër është bekimi vajrave i peshqit me gjithë meshtarët e i peshqnis Bazeli që do tjetë në Turgau, në Franfeld, në ora 10:30. Martën është e martja e 7 meshën e kemi këtu në ora 19:30, para meshës Udha Kryqit. Të jetën është për kujtimi darkës e mrame, themelimi i kungimit shenjt dhe meshtaris, meshën e kemi në Derendingen në ora 19:30. Të premtën është Udha Kryqit për gjitha misionet tona në Einsiedel në ora 13, pastaj rritet e të premtës e madhe do të kemi në Shofland në ora 19:30. Të shtunën është e shtuna madhe, bekimi bukve do të bëhet sipas të në orarëve, në Esh do të jetë në ora 10:30, në Derendingen në 12, në Cëllikofe në ora 13, ardi mu e shumë. Me këtë rast për dëshiroj me falendruhet gjithë ata që na kanë ndihmuar me qenë gjithë shka mirë në rënd parë këshilltarët, ministrantat to që dekorojnë në terin rreth sofrës që ne kremtojmë meshën shenjte, ama në mënyrë veçantë sot një përshëndetje dhe një falendrim shkon korit me motrën, me një dorë trokitje, sepse e kanë bërë madhështore meshën. Falendrojmë edhe motrën edhe korin që vërtet i ka dhënë kuptim plot kësaj dite kaq të madhe dhe kjo është një gjë e bukur pra që ceremonia fetare, meshë shenjta dhe aktivitetet tona përcjellen në mënyrën më të mirë të mundshme. Mos harroni pra në Lurd ka edhe pak vende ju që dëshironi me ardhmë 28 maj, të lajmëroni sa më parë. Gjithë pra ju uroj këtë ditë, ju uroj këtë pasdite javën të ruan e të bëkën Zoti e të ndihmon sidomos juve që keni ardhur nga katore tjera, pash mjaft njerëz këtu nga Lucerni, nga Turgau. Faleminderit, Zoti gjithëve ju bekoft e ju ruajt. Nëse dikush dëshiron me ne kafe, e kemi për te i salën atje, mund të rrini, domethënë ka kafe për ata që dëshirojnë. Ndo këtë kuha ndresh është ndo këtë dilë, mundi me pina të hanë, me pi kafe, edhe mosh është në bashkë, gjithse bashkë. Qomin kam. Te lutemi, te ushqyer me dhuratën e shenjtë, po te lutemi o Zot i bërë që me vdekjen e birit tënd të shpresojmë në atë që besojmë, bëj që me ngjallën e tij të arrijmë atje ku dëshirojmë në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Shikoja o Zot këtë familjen tënde për të cilën Zoti ynë Jezu Krishti pranoi të dorëzohej në duart e keqbërësve dhe të pesonte mundimin e kryqit që jeton mbretëron në shekujt e shekujve. Ju bekoft, ju rujt e undimoft, hyj gjithë poshtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Edhe në herë dëshirojmë i përshëndet edhe gjithë ata që na kanë përcjellë përmes Radio Maris, edhe Vilso Lukaj që është bashkëpunëtori i Radio Maris dhe në Zvicër pra është si përgjec që kudo që ndodh një eveniment, ky pra me kamerat e veta vjen dhe ban që të shohë edhe të tjerë se çfarë bëjmë ne në Zvicër. Faleminderit Vilson, Zoti të bekohet, Zoti të rujt. Shkojmë në paqe.